është më e mirë, tjetër është më e keqe. E keqja më e mirë është që sot është keq, por nëse vazhdohet në këtë mënyrë, e keqja më e keqe do të jetë që nesër do të jetë më keq. Prandaj është koha për veprim dhe definitivisht ne e kuptojmë dhe e dimë që qeveria nuk e krijon inflacionin, por qeveria duhet të gjejë mekanizma për ta luftuar inflacionin, për të ulë efekte negative, qoftë në ekonomi, qoftë në standardin e jetesës, sepse vërtet me këtë inflacion, me këto të hyra është shumë e vështirë që të jetohet. Është e vërtetë që dikush e sheh luksin e qytetarëve, por duhet kuptohet që Kosova është një shtet i varfër i njerëzve të pasur, dhe këta njerëz të pasur nuk janë një shumicë, janë një pjesë dhe tash po mendohet që gjithë janë të tillë. Jo, ka varfëri dhe duhet vërtet kemi kujdes dhe të jemi sot solidar me këtë kategori të qytetarëve të Kosovës. A është koherent Albin Kurti me deklaratat e tij në Londër sa i përket rritjes ekonomike me situatën në terren ku inflacioni shkoi 6.7%? Më kujtohet një qëndrim në Japoni dhe kisha në takim me një zyrtar shumë të lartë të qeverisë atëhershme të Japonisë, e thot një fjali gjeniale, thot ndëgjoj njerin çka flet, kuptoj çka e mungon.